إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, dërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëbëltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah në bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur, besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën vizita e varrezave. Vëllezër të dashur, nga çështjet e preferuara për meshkujt, e lejuar për femrat, është edhe vizita e varrezave. Pejgamberi alayhi salatu wassalam për këtë çështje na thot kështu: Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur. Ju ndaloja në fillim të Islamit nga vizita e varrezave. Fezuruha. Çtash zuruha, bëni ziyaret. Vizitoni. Pse? E sqaron arsyen? Fe inneha tudhakkirukumul akhirah. Sepse vizita e tyre ja u kujton juve ahiretin. Vëllezër të dashur, hadithi na bën të qartë një çështje shumë të rëndësishme. Si çështje e Islamit. Shtoja e bën të rëndësishme edhe gjendja faktike e jonë sot, ku përhapen disa informacione që nuk kanë të bëjnë me fenë tonë të pastërt islame, thjesht janë interpretime të pabazuara sa i përket vizitës së varrezave. Çështjen e vizitës së varrezave e bëri të qartë ky hadith, ku ishte e ndaluar, që na bëri të qartë hadithi, çtash e preferuar për meshkujt, e lejuar për femrat, vetëm me një qëllim shkojmë të vizitojmë varrezat. Një është qëllimi. Tretën herë thom, një është qëllimi. Ky nijet duhet jetë në zemrat tona dhe hiç jashtë këtij nijeti. Vetëm për ta përkujtuar ahiretin. Se edhe unë një ditë do të jem këtu, edhe unë do të loj mallin, evladin, pasurin, autoritetin, do të loj ato pozicionet krejt, dhe sent nuk do marr përveç veprave të mia. Dhe unë i kujtoj këto fakte, e çfarë? Pastaj reflektoj unë në jetën time. Si reflektoj? Po ky përkujtim, kjo vizit, kur do kujtoj kështu, ka dalë të them se unë duhet me mbajt llogari dhe të largohem nga veprat e liga. Ti shtoj veprat e mira, edhe ta rregulloj sjelljen në jetën time të përditshme. Vizita e varrezave në asnjë mënyrë nuk nënkupton vizitën e tyre si vizitat standarde që ju bëhen të gjallëve. Në asnjë mënyrë nuk e nënkupton këtë. Po qëllimi qenë ka vetëm për ta përkujtuar ahiretin. Edhe pse fatkeqësisht dëgjojmë dhe jam pyet se na është thënë kur të shkojmë prej gurbetit në shtëpi, si është e obliguar të vizitojmë farefisin, që kemi të gjallë,
qenë ke obliguar që këm t'i vizitojmë edhe të vdekurit në Vareza. Kjo është bidat, është haram, rrëptësisht e ndaluar. Nuk ka asnjëherë këtë nënkuptim vizita e Varezave, por thjesht është për ta përkujtu ahiretin. Njëjtë është rrëptësisht e ndaluar marrja e mushafeve, me i pa mbushen aqetena, fatkeqësisht jo shumë, po kom pa, i marrin mushafet në shtëpi, edhe grupe shkojnë te varti dhe lexojnë Kur'an. Edhe kjo është rrëptësisht e ndaluar. Pra, çdo veprim tjetër, ju lutem, çdo veprim tjetër jashta qëllimit të vizitës së Varezave, që është përkujtimi i botës tjetër, dhe lutjes për të vdekurin, çdo sjellje tjetër në Vareza, përveç këtij qëllimi dhe lutjes, është rrëptësisht e ndaluar. Këtë më bukur na sqaron hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku thotë, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkonte i vizitonte Varezat e Medinës, që quhen El Beqi, ai thoshte kështu: Assalamu alaikum ahle diyar min al mu'minin wal muslimin. Selam ju jepte. Assalamu alaikum, çfarë? Ahle diyar, banor të këtyre Varezave, nga besimtarët dhe muslimanët. Wa inna insha Allah bikum lahikun, dhe ne do të vim pas jush të banojmë në këto banesa. Es'alullah lana wa lakum afia, kërkoj siguri nga Allahu edhe për ne edhe për ju. Pra ky hadith na bën të qartë edhe një herë se kur të him në Vareza, duhet është sunet ta themi këtë lutje dhe të bëjmë pra lutje për të vdekurit ton dhe asgjë tjetër jashta kësaj. Unë, elhamdulillah, kemi përgatit këtë lutje, edhe kur do dili për këtu, ati të derat e informacioni mund t'i merrni edhe për ta mësue, keni edhe me shonja arabe, edhe me shonja latine, po edhe përkthimin, ta mësojmë që kur shkojmë të vizitojmë Varezat, vërtet të e bëjmë ashtu siç e bënte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Lusë Allahun e madhëruar, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, ti mëshiroj të vdekurit ton dhe të vdekurit e të gjithë muslimanëve, të na mundsoj vizitën më të shpesht të Varezave, të reflektojmë nga vizita e tyre përmirësimin e sjelljeve tona. Lusë Allahun xhelleshanuhu që të vdekurit ton dhe të vdekurit e mbar muslimanëve ti mëshiroj me mëshirën e tij të gjerë dhe ti bëj banor të جنة الفردوس آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.